cilin ndryshimin. Sot nuk mundet zotri Ahmeti, kur është në periudhën më të vështirë të ekzistimit të BDI-s, të më kushzon apo të më hek që të shkoj me atë. Është e pamundshme. Është e pamundshme. Po, indirekt, zoti vetë pak, zoti Taravar, indirekt as janë ndihmoni kauzës ose asaj rikthimit të mundshëm të BDI-s, të cilin ju e keni kritikuar shumë për gjitha të bëmat gjatë 20 e sa viteve, tani me këtë veprim, sepse në Maqedoni janë dy grupacionet mëdha politike aktualisht dhe tani Aleanca për shqiptarët është pikpyetje se ku do qëndroj. Do afrohet ka BDI-ja me që po del nga Vleni, apo do e krijojë një ishull edhe një subjekt që do qëndrojë ndërmjet si alternativë. Edhe një herë ta seroj, do me thënë, në Vlen ke BDI-ja është në opozit, po BDI-zmi është në Vlen fatkeqësisht, këtë e them. BDI-zmi? Si mentalitet, si përqasje. BDI-zmi më i keq, do me thënë, kryesisht kriminalet kryesor të BDI-s. Kriminalet? Po, kriminalet të BDI-s. Nën toka e keni me zotri Izet Megjitin fatkeqësisht. E dini si? Nën toka me zotri Izet Megjitin? Absolut, do me thënë, pyetni në Maqedoni. Po. Njerëzit më të fllitshur të BDI-s, fatkeqësisht këtë e them, se edhe ne ishim pjesë e Vlenit. Sot dalin skandale të ndryshme në Shkup, në komunën e Çairit, që e ka udhëhequr zotri Megjiti për 3 mandate,